Romani Manuali i rrëzimit i studiueses dhe autores Jonila Godole u prezantua në Shkodër duke sjellë në vëmendje një nga momentet më të rëndësishme të historisë së tranzicionit shqiptar, rrëzimin e statujës së Enver Hoxhës në shkurt të vitit 1991. Manuali i rrëzimit është një roman mbi kujtesën, heshtjen dhe mënyrën se si shoqëria ndërton rrëfimin e së kaluarës, duke vënë përballë faktet historike me perceptimet personale. Kemi një ngjarje historike 20 shkurt 1991 dhe 7 personazhe të cilët secili e ka parë ndryshe. Secili mendon që e ka rrëzuar ai statujën, secili mendon që ai e di të vërtetën e rrëzimit të statujës dhe si erdhë ngjarja deri aty, por kush e rrëzoi atë? Është një roman, është letërsi e mirëfillt. Autoria hedh dritë mbi një nga ngjarjet kryesore të historisë së afërt shqiptare, duke kthyer romanin në një reflektim të thellë mbi kujtesën kolektive dhe mënyrën se si e përjetojmë të shkuarën sot. Nëse ti harron për atë që ishte, ti nuk e kupton, nuk i ke mekanizmat për të kuptuar atë që po ndodh sot dhe se si një statujë ose një simbol ra atëherë, por ndërkohë një përgjigje unë jap edhe në libër, por këtë nuk do ta them. Botimi është fryti një pune kërkimore 5-vjeçare, gjatë së cilës Jonila Godole ka grumbulluar dhe analizuar dokumente, fotografi dhe dëshmi të shumta lidhur me statujën e diktatorit.